Emisioni i njohur ndërkombëtarisht nga Kili, Socio por El Mundo, i ka kushtuar një reportazh Shqipërisë dhe disa prej atraksioneve që tërheqin qindra e mijëra vizitorë vendas të huaj gjatë këtij viti. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit, Ledi Gonxha, përsolli në rrjetet sociale një video me një pjesë prezantuese nga ky dokumentar, që sipas Gonxhas sjell Shqipërinë para miliona shikuesve në të gjithë Amerikën Latine, duke treguar peizazhet manitëse, traditat e pasura dhe kulturën e gjallë të vendit tonë. Sipas tij, ky emision i prodhuar nga Kili, në bashkëpunim me Shqipërinë dhe me mbështetjen e afërt të Ministrisë së Turizmit, Kulturës dhe Sportit, sjell historinë autentike shqiptare dhe bukurinë e njerëzve tan nga veriu në jug. Vendi ynë po merr gjithnjë më shumë vëmendje e të huajve si një destinacion në rritje në mesdhe, fal investimeve strategjike në turizëm dhe përmirësimin e infrastrukturës. Sipas të dhënave zyrtare nga Ministria e Kulturës, Turizmit dhe Mjedisit, vendi ynë ka mirëpritur rreth 9 milion vizitorë të huaj vetëm 10 muaj të parë të këtij viti, rreth 500.000 më shumë se e njëjta periudhë e vitit 2024. Të dhënat tregojnë se 94% e të huajve vijnë nga kontinenti evropian. Brenda këtij kontingjenti, Europa Jugore zë vendin kryesor me 70% të hyrjeve, duke u ndjekur nga Europa Perëndimore dhe ajo qendrore lindore, secila nga 11%.